يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka mbull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pron fillum të flasim diçka lidhje me besimin në librat e Allahut, por pastaj tema nikahje tjetër. Inshallah sonte të vazhdojmë kështu shkurtimisht lidhje me besimin në librat e Allahut, librat e shenjtë, sepse besimi në to është një nga 6 kushtet e imanit. Pra ashtu siç duhet të besojmë në Allahun, duhet të besojmë në melekët, të besojmë në melekët, jo siç besojmë në Allahun, por duhet të besojmë në melekët në ekzistencën e tyre. Do të besojmë po ashtu edhe në librat. Besimi në librat e shpallura nga Allahu është prej kushtet të besimit. Nëpërmjet pejgamberëve alayhimus salam, Allahu ka dërguar njerëzimit libra, që njerëzimi të udhëzohet në rrugën e drejtë, të njoftohen për të vërtetën dhe të pavërtetën, për të mirat dhe për të këqijat, për të lejuarat dhe të ndaluarat, e kështu me radhë. Sepse njeriu kur e mëson të mirën do ta mësojë të keqen. Jo për me bot keqen, por për më rujt prej të keqen, se ai I cili nuk e din të keqen bjen ata. Një sahabi pejgamberit alayhis salam tregon dhe thotë të gjithë njerëzit e pyetin pejgamberin alayhis salam për shenjat e mira. Thotë vetëm unë gjithë një vesh na për shenjat e këqija. Tha pse? Tha jo ç'ti bëj ato, po për më rujt prej tyre, se ai cili nuk e din të keqen mund me ranta. Dhe në njëre bën një të keqe pa e ditë. Pastaj kush ka pas na bën. E për këtë Kurani, librat e shenjtë na I mësojnë edhe të mirën edhe të keqen, edhe rrugën e drejtë edhe rrugën e devijuar, edhe të vërtetën edhe të pavërtetën. Të vërtetën e mëson për ta ndjekur, të pavërtetën e mëson për ta larguar dhe për mu mbrojtur prej saj. Numri I librave qiellore është 104, ashtu siç e ka transmetuar Ibn Hibani nga Abi Dherr radhiyallahu anhu, kur e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa janë librat qiellore. Pejgamberi alayhis salam thotë 104. E na gjithmonë I kena mësuar 4 të mëdha 100 vogla. Pse 4 të mëdha 100 vogla? Se 4 ju thotë libra, kutub. Ati të vogla ju thotë suhuf, fletushka. Pra nuk ka qenë libër I kompletuar bash libër, po fletushka. Allahu ka shpall disa pejgamber librat e shenjtë, të cilët janë fjala e Tij. Pra na kur thojmë Tevrati origjinali është fjala e Allahut, Injili origjinal është fjala e Allahut, Kurani është fjala e Allahut, Zeburi është fjala e Allahut. 4 librat kryesore të cilët janë Tevrati, Zeburi, Injili edhe Kurani. Tevrati I ka zbrit Musa alayhis salam, Zeburi I ka zbritur Davudit alayhis salam, Injili Isa alayhis salam dhe Kurani Muhammed alayhis salam. Muhammed është pejgamberi I fundit, vula gjithë pejgamberëve, edhe Kurani është libri I fundit. Edhe shariati Muhammed alayhis salam është shariati I fundit. Mas të I mos ka as pejgamber, as libër nuk zbret, po as shariat ri nuk ka. Po ky shariat I cili I ka zbrit Muhammed alayhis salam është për të gjitha kohërat, për të gjitha vendet dhe për të gjithë njerëzimin. Pra nuk ka vetëm për në Arabia që, as nuk ka vetëm për kohën kur ka qenë pejgamberi alayhis salam, as nuk ka qenë vetëm për të bardh apo për të zit. Ky libër, ky shariat është për gjithë njerëzimin. Çdo kush që ndëgjon për ta duhet ta besojë. Çdo vend kur arrin Kurani, duhet të punohet me atë libër, me Kur'an, librin e Allahut, sepse është mrekulli. Çfarë mrekullie? Është e përshtatshme për çdo vend, për çdo kohë, për çdo njeri. Për shembull Kur'an, Allahu thotë besoni Allahun. Tash nash arapi, nash ton perëndim, duhet të besoj Allahun. Allah I ka ndaluar kamatën. Tash ndasha një Mekë, ndashta në Evropë, kamata është ndaluar. Falë namazin, nash në Arabi, nash tonë do të më fal namazin. Pra është libër mrekulli I cili përshtatet për çdo kohë, për çdo vend dhe për çdo njeri. E këto janë 4 librat e Allahut që ju kanë zbrit pejgamberëve të Allahut alayhimus salam. Librat e shenjtë u shpallën në gjuhë të ndryshme, sipas gjuhës së popullit të profetëve.
Se për shembull, pejgamberi alayhis salam akoma pejgamber i dërguar tek arabët. Do thotë populli arab. Tash edhe libra duhet më kon arabisht, s'ka mujt më kon gjuhë tjetër. Pejgamberi më fol çfarë gjuhë, libra më zbrit çfarë gjuhë, populli më kon çfarë gjuhë. Po pejgamberi në çat popull që ja dërgu, çat gjuhë që ka fol popullit, në çat gjuhë ka zbrit edhe libra. Ndërsa fletushkët, 100 fletushkët, 50 që kanë zbrit Shithit alayhis salam. Shithi është djali i Ademit alayhis salam. Para Idrisit, mas Ademit alayhis salam. Edhe është direkt djali i Ademit, jo djali i djalit, po djali i Ademit, e thu se ki kur ka lindur i vetëm. Se nona njerëzimit Hava, gruaja e Ademit alayhis salam, për ha popullin numri i njerëzimit mushtu, në çdo mbark, do të thonë ka mbeshta zonë, në çdo bark ka pas një djalë dhe një vajzë. E thu diko 40 herë ka mbajtur 7 zone, Hava, gruaja e Ademit alayhis salam, dhe çdo bark ka pas një djalë, një vajzë. E pastaj, kur ka lindur, çaj djali që ka lindur me një bark, me një vajzë, ka pas ndaluar me u martu me ta. E ka pas të me u martu me një motër që ka lindur me një më herët. Që nuk ka qenë bashkë me ta njëjtin bark. Tash dikush mund me thonë, po çish me motër me martu? E po çish mushru njerëzimin atko? S'ka pas, vetëm Ademi alayhis salam, njeriu i parë, Havën Allah xhaleshan ka kriju prej brinjit të Ademit nga ona e majt i fundit. E ka kriju Ademin alayhis salam, e prej këtij dini pastaj Allah xhaleshan çdo ka lind Hava, ka lind një djalë një vajzë, një djalë një vajzë, e pastaj janë martuar me zvejta, më jo të njëjtit bark. Se njëri prej tenve Kabili, njëri prej gjeve Ademit alayhis salam ka dashur ta morë atë vajzën me të cilën ka lind njëjtin bark që e ka pasur, i ka pëlqyer më shumë. Amë në shariat nuk ka leju. Edhe ku i ka takuar, ka takuar Habilit. Edhe Kabili thotë që mund të takon, unë du me morë, se po më pëlqen mua më shumë, jo ban, jo nuk ban, pastaj presin ka një kurban, thoi kurban të pranohet, që ati i takon ajo vajza, i presin kurbanit, Habili që u pranohet kurbani, ama prap ki kokfort, ki Kabili, e ka vendosur ka thonë janë e marr ose ka me të mbit, edhe mbit vllahun e tij. Edhe është i pari njeri në ftyrën e tokës që ka bën këtë krim, pra me mbit me dirë gjakën e dikujna, Kabili. Edhe mos ai është i pari që ka bën këtë krim, që ka mbit njeri, tash deri në ditën e Kiametit. Çdo njeri që ta mbisë di ka me pa të drejtë, aty i shkon kanë gjuna. Pse sa ai ka shpik i parë këtë. Se në Islam me hadith, kush e shpik një punë të mirë, çdo njeri masi ta bëjë çat punën e mirë, aty ka me orkan i sevap. Pa ju paksu aty sevapet. Po ashtu kush e shpik një punë të keqe, çdo kush që e bën masatina, aty ka me orkan i gjuna, pa ju paksu aty gjuna, aty që e vepron. Tash e thotë për Kabilin, çdo njeri që mbi dikon me padrejti, aty shkon tani. Sa është i pari në tokë që ka bën këtë gabim, këtë krim, me mbi dikon padrejtisht, vllavin e tij. E çështo ashtu pastaj njerëzimi. E ky Shithi ka qenë direkt, pra djali i Ademit alayhis salam, këtij kanë zbrit 50 fletushka. 30 fletushka kanë zbrit Idrisit alayhis salam. Edhe ky ka qenë pejgamberi i Allahut, e deri në kohën e Idris alayhis salam, krejt njerëzimi janë musliman. Kur ka fillu shirku, kufri ndaj Allahut, mosbesimi, mas vdekjes Idris alayhis salam, deri te Nuh alayhis salam ka një periudhë 1000 vjeçare, s'ka pas pejgamber. E kësaj i thonë jahilieti i parë, jahilietul ula, jahilieti ignoranca e parë. Se ndër çat kohë njerëzit janë konkret musliman, ka pas një gjunaqare kështu, ama krejt musliman janë kohë. Mas vdekjes së Idris alayhis salam ka filluar njerëzit me bën shirk, me përshkruajt Allahut shok, ortak. Edhe deri në kohën e Nuhit 1000 vjet nuk ka pas pejgamber. E kur ka ardhur Nuhi alayhis salam është pejgamberi i parë i dërguar te njerëzit jo besimtar, te një popull që nuk kanë besuar Allahun. Se Ademi alayhis salam kohën e tij këtë musliman, Shithi këtë musliman, kohën e Idrisit këtë musliman. Mas vdekjes Idrisit fillon kufri dhe shirku. Shejtani i mashtron njerëzit. Ju ka thonë ata njerëz të mirë që janë kohë disa vlija, thonë që janë kohë ato kanë vdek, pse nuk ja u marroni kanë figurë. Atë një figurë veç mi kujtu, nuk i ka thonë ja adhuroni. Ka thonë banja ka një figurë i marrë për shtëpia, i kujtoni ato se janë kohë njerëz të mirë, se shejtani kështu njerëz të devijon, ka dal. Dikon më një herë, e çon rreshad dikush më një. Po donja që ka iman të fortë, atë mundohet ka dal ta devijon. Edhe këtij e populli shkoi thonë, që marrni to figurën. Atë mos i adhuroni, po veç i përkujtoni. Tora ku vjen gjenerata tjetër, i thotë ej ato të parë të ju këto i kanë adhuruar. Ju kanë përkull, ju kanë bën thjesht, i kanë besuar se këto janë kohë njerëz të mëdhenj. Edhe nisin njerëzit me ju besu atë putave.
figurave. E pi që ati fillon shirku, mi bë Allah shirk. E pastaj pejgamberi i parë i dërguar të njerëz që nuk kanë besuar është Nuh alayhis salam. Pra 30 fletushka i kanë zbrit Idris alayhis salam, 10 fletushka Ibrahimit alayhis salam dhe 10 Musës alayhis salam. Musa alayhis salam i ka zbrit edhe Tevrati edhe 10 fletushka. Edhe këto fletushka domethënë kanë pas këshilla, kanë pas urdhra, ndalesa, ama janë fletushka të vogla, kurse librat Tevrati, Zaburi, Injili, Kurani janë libra. Shpesh shohin atë për shembull sot Kurani, nëse nuk ka konkret formë atëherë, po domethënë a llogarit libër. E këto janë 104 librat që Allah xhaleshanu ka zbrit pejgamberëve të tij. Asaj përket suhufe fletushka nuk ka ndonjë tekst të qartë që tregon gjuhën e tij, a di çfarë gjuhë janë zbrit. Por janë zbrit në gjuhën e atij popullit si kanë fol. Çfarë gjuhë kanë fol në atë gjuhë edhe kanë zbrit fletushkat. Tash ku thojmë Kurani, çit Kur'an, çit libër, ku thojmë na Kurani është fjala e Allahut. Kurani, kur thojmë na Kur'an i ka dy kuptime. Në varë kur e përdormi dhe pse e përdormi. E para është yutlaq ala lafdhil munazzal ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E para është i referohet shpalljes së zbritur pejgamberit alayhis salam. Si ka zbrit? Xhibril alayhis salam ka ardhur te pejgamberi alayhis salam, ja ka lexuar disa jete apo një surë në varë që ka zbrit Kurani, se brenda 23 vite ka zbrit Kurani. S'ka zbrit për njerëz në komplet. Herën e parë prej Lauhit Mahfuzit, prej pllakës së ruajtur, e ka marrë Xhibril alayhis salam krejt Kuranin, komplet Kuranin, edhe ka zbrit në qiellin e dynjas. Do të thotë që qiellin që e shohim ne, kësaj i thonë qiella e dynjas. Se janë 7 qiell, kjo qiella e para qiella e dynjas, do të thonë na që e shohim. E Xhibril alayhis salam e ka marrë prej Lauhit Mahfuzit, e ka zbrit komplet në qiellin e dynjas me një vend i quajtur Beitul Izze, vendi apo shtëpia e krenarisë. Edhe ka zbrit çatinë, e pastaj prej Beitul Izze brenda 23 vite ja ka zbrit pejgamberit alayhis salam, sipas nevojës. Donjëherë 3 jetë, donjëherë 5 jetë, donjëherë 1 jetë, donjëherë 1 sure, kështu me radhë ja ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çka që i ka zbrit Muhammedit, e që a lexu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, arabisht me shkronja me zon, kësaj thënë Kur'an. Pra thon Kur'ani që ka dy kuptime. E përdormi Kur'an i zbritur Muhammed alayhis salam që lexohet arabisht, me shkronja lexohet me zon dhe preket, dhe dita është wa yutlaqu ala kalami dhati al-azali, i referohet fjalës së përjetshme dhe të vetë ekzistueshme të Allahut, e cila është cilësia e Allahut. E cilësia e Allahut të folurit, kemi thonë, një natë kena folur për cilësitë, se kjo nuk ka as me shkronja, as me zon, as ndonjë gjuhë arabisht, ndonjë gjuhë tjetër, po as cilësia e Allahut, Allah fol me të folurit e tij, nuk i përngjan të folurit të krijesave. Sepse shkronjat janë të krijuara, zoni është i krijuar, gjuhët janë të krijuara, e përderisa janë të krijuara, Allahu nuk cilësohet me cilësi të krijuara. Pra Allah fol me të folurit e tij, i cili është pa fillim dhe pa mbarim dhe nuk i përngjan të folurit të krijesave. Pra kur thojmë na Kur'an, ne kur thojmë Kur'ani, e kemi fjalën për çket, që preket dhe lexohet. Po do na kur thojmë Kur'ani, është qëllimi për fjalën e Allahut e përjetshme, e cila nuk i përngjan të folurit të krijesave. Pra kjo është shkurtimisht besimi në librat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tjetër është besimi në pejgamberët. Takrimi këtë sonte, besimin në pejgamberët, inshallah në të ardhshme flasim për besimin në ditën e fundit dhe besimin në caktimin e Allahut, e kështu i krina 6 kushtet e imanit. Besimin në pejgamberët, duhet të besohet te pejgamberët, ata kanë qenë burra, gjithë pejgamberët kanë qenë burra, s'ka pas gruaje pejgamber të dërguar. Ka pas gra të mira, për shembull Merjemja, nona Isa alayhis salam, Haxheria, Khadija, gruaja pejgamberit alayhis salam, ka pas gra të mira në histori, të ditura, të ngritura, ama pejgamber s'ka pas prej grave. Të gjithë pejgamberët prej Ademit deri te Muhamedi alayhis salam kanë qenë burra. Allah i ka zgjedhur dhe i ka bërë krijesat më të mira në çdo pikpamje. Ndash shpirtërisht, ndash fizikisht, ndash pamje, në gjitha aspektet Allah xhaleshani i ka zgjedhur pejgamber. Pse? Se këta burra kanë me qenë shembull për popullin e tyre. Këta burra kanë me qenë shembull për pasardhët e tyre, për gjeneratët e ardhshme. E nuk është e logjikshme për shembull që dikush pejgamber, ama para se më shpallja, të kesh vjet, të kesh rreth, të kesh bon zinë, dallavera, ka monta, çka mos, ha? E të mbas një kohë më thon, unë s'o jam pejgamber i Allahut. Çka kanë më thonë njerëzit? Jo më besë na deri gjithë tash po më ka thënë ti pejgamber. Na kemi
është fakt e na sot, ndikush 20-30 vjet sa fal, ja nis mas 30 vjet me fal namazin, udhëzohet, drejtohet, shkon në xhami, pastaj ju fol shokëve, ej hajde në xhami, hajde falë namazin, lëni këto rrugë tek xhia. He, kur u bën ti hoç? A ne i bën çështonë? Si thoj gati kanë do. Kush e ka filluar me fal namazin mas një kohë, ku i ka thonë që hajde fal namaz, shiki hoxha. Ku i foli thot, mos e pi alkoolin, mos ha kamatën, mos e banke, ça. Kur u bën ti hoç? Pse se përpara edhe kja konsi ato, po tash apendua drejtua Zoti ja fal. A më njerëz shiren nuk e pranojnë se thonë atë deri gjej konsina. Para me në pejgamberët e Allahut, kur janë konë të ri, para se më jarë shpallë, Muhammed a.s. shpallë e ka orë moshën 40 vjeçare. Para me në para 40 vjet i kish pas, ti shkon sigur banorët e Mekës, sigur mushrikët, kish bon njëjtë si ato. Mas 40 vjet ku ju thojke, po juftojnë me besu tash me një Zot. Do të kishte thonë Muhammed, të deri me ne 360 putaj besojnë qabe. Tash i më i mëshëm se na hajde beson një Zot. Mos e pini alkoolin, po deri me neve ke pi. Mos e bani kët, deri me neve ke bon kët. Nuk jam mishin fjalën. Allah xhaleshani ka rujt pra prej pejgamberi alayhis salam prej linjës të kur nuk ka dhuru dikant tjetër përveç Allah. Kur nuk ka bën ndonjë gjuna që e bën njerëzit. Allah e ka rujt para shpalljes, domethënë para pejgamberllokut edhe mos pejgamberllokut. Edhe kështu krejt pejgamberët e tjerë. Janë konë të mbrojtur nga gjunon, nga kufri para shpalljes edhe mos shpalljes. Pse se janë shembull për njerëzimin. E Allah xhaleshani pra i ka zgjedhur dhe i ka bërë krijesat më të mira në çdo pikpamje. Detira kryesore pejgamberëve është të thërrasin njerëzit që ta ndjekin Islamin dhe të përcjellin shpalljen që ka nga Allahu. Pra kjo detira kryesore atyre. Miftu njerëzit me besu në Allah, miftu njerëzit në Islam, sepse Islami është feja e krejt pejgamberëve, prej Ademit deri te Muhamedi alayhi salam, ajo që ka ndryshuar gjatë historisë, ka ndryshuar ligjet, shariati, halali, harami, obligime, ndalesë, këto kanë ndryshuar, sa i thonë shariat. A feja, besimi, këto 6 kushte imanit, besimi në Allah, në melekët, librat, pejgamberët, ditën e fundit dhe caktimin e Allah, këto nuk kanë ndryshuar asnjëherë. Njëjtë i ka besu Muhamedi alayhis salam, njëjtë i ka besu Ademi alayhis salam, njëjtë i ka besu Isa alayhis salam, njëjtë Musa alayhis salam. Këto s'kan ndryshuar. Pse? Se thirrja e Islamit çka është? Është lajm të cilin na sjellin pejgamber nga Allah subhanahu wa taala. Çka është ky lajm? Çka është kjo thirrja? Kjo thirrje është la ilaha illa Allah, me besu në një Zot. Nuk ka krijues tjetër përveç Allahut. Me këtë thirrje kanë ardhur krejt pejgamber, na kanë lajmëruar se Allahu ju porosit besojnë në një Zot. E para mendoni një pejgamber të kishte thirr për shemb me besu në 2 Zota. Mas një kohë tjetër me thonë jo një Zot. Pastaj më tjetër me thonë jo 3 Zota. Nëse më tjetër me thonë Zoti ka fëmijë, a tjetër me thonë jo nuk ka fëmijë asnjë. A është lajm i vërtet? Lajmi i vërtet është një. Nuk mund tash dikush më na thonë, një më thonë jashtë është dita, tjetër më thonë ja është nota, tjetër më thonë janë të perëndu dielli, a tjetër më kthipi a më thonë janë të lind dielli, më thonë këtë mirë keni. A është këtë mirë? Tash ja dita, ja nota, ja të lind dielli, ja të perëndu dielli. Pse lajmi është një, nuk mund më kon lajmi shumë llojshëm. Për njëjtin sen me pas 4-5 mendime ndryshme, e më thonë këtë keni mirë. Ja dita është, ja nota. Ja të lind dielli, ja të perëndu dielli. E thash pejgamber këtë kanë ardhur me një fjalë, me një thirrje në la ilaha illa Allah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allah. Këtë kanë thirrë me besu në melekët, në librat, në pejgamber, në ditën e fundit edhe në caktimin e Allah. Asnjëri s'e ka ndryshuar këto. Ajo që ka ndryshuar shariatet, ligjet, pra halali, harami, urdhrat dhe ndalesat. Pra detyra kryesore e pejgamberit ka qenë të thërrasë njerëz në Islam. Pejgamberi alayhis salam thot, pejgamberët janë ikhwatun li'illat, janë vëllezër, e ka marrë si shembull shtone. Nëse një burr ka qenë i martuar me një gruaje, edhe prej kësaj gruas i ka 2-3 fëmijë. Edhe kjo gruaja një ditë i vdes, ose ndat prej saj. Nëse martohet me një tjetër, me këtë ditë gruaja ka 2-3 fëmijë. Nëse i vdes kjo, pastaj martohet me një tjetër, edhe me atë një 2 fëmijë, edhe ai vdes, këto fëmijë. A janë vëllezër edhe motra, janë prej këtij babës. Nonët i kanë të ndryshme. E pejgamberi alayhis salam kështu i ka përshkruajtur pejgamber. Thot pejgamberët janë sikur ato që i kanë një babë, apo nonët sikur ato vëllezër që i kanë një babë, apo nonët i kanë të ndryshme. E tash sikur ato që i kanë një babë, do të thonë fenë e kanë një, Islamin. A nonët e ndryshme do të thonë shariatet i kanë të ndryshme. Pra këtë pejgamber kanë qenë një fe, shariatet i kanë pas të ndryshme. Pastaj tek pejgamberët që ndëgjojmë shpesh në fjalën i dërguar edhe pejgamber, rasul edhe nebi. Çka është rasul edhe çka është nebi?
I dërguar apo Rasul është ai I cili vjen me shpallje me shariat të ri nga Allah subhanahu wa taala, I cili anulon disa norma të shariatit, I cili ka qenë para tij, qoftë edhe një rregull nëse anulon. Shembull, ka ardhur Musa alayhis salam, edhe ka ardhur me shariat të ri, me disa norma, me disa ligje të reja. Edhe disa ligje që I ka pas një dërguar para tij I ka anuluar. Ka ardhur me ligje të reja. A më çka anulimin nuk ka bën prej dëshirës së Musës alayhis salam. Unë po kam qef. Tash unë jam kryetari I shtetit, unë tash këtë nenin do të ndryshojmë, se s'po pëlqen ta bëjmë një ligj të ri. Jo, nga ana e Allahut. Allahu e ka dërguar Musa alayhis salam me shariat të ri, me ligje të reja, edhe I ka anuluar disa ligje të atij pejgamberit që ka qenë para tij. E I dërguarit çtonë vjen, pra vjen me shariat të ri. Ose anulon shumicën e ligje përpara, ose qoftë një ligj. An-Nabi është ai I cili urdhërohet ta ndjekë, ta predikon dhe ta zbatoj shariatin e të dërguarit që ishte para tij ose I cili është në kohën e tij. Sepse ka raste me një ku janë kon 2-3 pejgamber. E tash ai I cili është Nabi, që nuk I ka shpallja shariati I ri, ai e ndjek të dërguarin I cili është në kohën e tij ose I dërguari I cili ka qenë para tij. Pra, çdo rasul I dërguar është pejgamber Nabi, ama jo çdo Nabi është I dërguar. E numri të dërguar ka qenë 313. A numri krejt pejgamber ka qenë 124.000. Thuat, transmetohet 124.000, disa dietarë thonë është mirë mos me kput këtë numrin 124.000, se ndoshta ka pas pak më shumë, edhe s'pi llogarit në ato pejgamber, ose ka pas më pak na pishtojnë një numër. E thonë nuk ka mirë atë me kpushë, me thonë 124.000, por na thonë bas hadithit që transmeton Ibn Hibani nga pejgamberi alayhis salam, kur e kanë pirë sa është numri I pejgamberit, ka thonë 124.000. Të gjithë kanë qenë pra në një fe në Islam. Dhe shkëto në fund çdo pejgamber I ka domosdoshmërisht cilësitë, disa cilësi të mira. Patjetër çdo pejgamber ka pas këto cilësi. Por sheni kanë qenë të vërtet, kanë qenë besnik, kanë qenë të mençur, kanë qenë të ndershëm, kanë qenë të drejtë, të vërtet, drejtësia, mençuria, këto janë kohë. Patjetër çdo pejgamber I ka pas. Se para një pejgamber mos e pasjeni drejt. Çfarë udhëheqja? Apo të kish bon, mos I shkoj mençur tamam atë, mos mi kuptu mirë se ku ti folet dikush më thon, thjesht më pak se s'po të kuptoj. Hajde pak më shumë thjesht më pak, po dhe dikush, ç'është është I trash, krijes, s'u kupton se indet më një. Pejgamber kanë qenë të mençur, kanë qenë të zgjuar dhe I ka zgjedhur Allah subhanahu wa taala. Po ashtu Allah xhaleshani ka mbrojtur ato nga gënjeshtra, tradhtia, mengjelesia, idiotizmi, poshtërsia, pandershmëria, arroganca, immoraliteti, gjitha cilësi tjera që njerëzit larguan për atë nuk I dojnë. Te keni pa dënë dikush vetëm është hajn për shembull, am këta shoh dikan se është hajn se do të thotë këshir ki hajn. Ama I vetëm është hajn. Domethënë cilësia nuk është e mirë, njerëzit nuk e dojnë. Ani pse e ka vetë, po prap nuk e do. E pejgamberët nuk I kanë pasur të cilësitë e këqija që njerëzit shumë njerëz të mençur, atë që nuk I dojnë ato cilësi, llogarisë cilësi shumë të ulta. E pejgamberët nuk kanë pasur cilësi të cilët I kanë larguar popullin e vet nga thirrja e tyre. Pejgamberët janë të ruajtur nga kufri, nga gjunat e mëdha dhe gjunat e vogla që pasqyrojnë një poshtërsi në karakter. Ndonjë cilësi apo ndonjë gjuna I cili nëse e bën ai pejgamberi ja ul karakterin, atë ju bë prej sive njerëz thonë shumë I ul bekë, pse më bën këtë? E pse është gjuna I vogël, ama për pejgamberin nëse e bën çai pejgamber, njerëz thonë ai ki patë na ku thonë, nasha krejt xhamote bën çat punë të keqe, qoftë e vogël, ku ta bëjë hoxha? Po me hoxha bashkë s'ka hi me bën. Po mirë, këtë jeni të bosh, bashkë hoxha s'ka hi me bën. Pse? Se hoxha ka një post. Është hoxha, është udhëheq, është imam, është si më thon këshilltari I popullit vet. Është I hoxha, njerëz me bën njerëz të thjesht, kur kujt I bën si. Ku ta bën hoxha? Pse? Se është një me post apo haxhia, apo kryetari apo dikush mësuesi. Pse se kanë poste këto? Për të popullin nuk shifën. A mos I ta bën kish ka post, më njerëz ju bën si. Thoj po, ti bile mos e bën, ha? E pejgamberët e Allahut janë kohë të mbrojtura për këtij gjunoheve të vogla që pasqyrojnë poshtërsinë karakterin e tyre. E Allah xhaleshani ka ruajtur nga këto sepse kanë qenë shembulltir për popujt e tyre, për si më thon xhamotet e tyre, për njerëz që I kanë ndjek. Po ashtu pejgamberët e Allahut Ejubi, një prej tyre Ejubi,
i të cilin Allah xhaleshon e ka sprovuar me një sëmundje 18 vjet ka qenë i sëmur. Ama kur pejgamberët nuk kanë qenë me ndonjë sëmundje, e cila sëmundje ja largon popullin nga ai vend. E disa shkruajnë për disa libra, kjo s'është e vërtetë. Po shkruajnë për disa libra se Ejubi ka qenë çaq i smut sa kërrimët i kanë dalë prej trupit. Kjo nuk i takon një pejgamber. Para me notë hoxha jot mësuesi jot apo pa baba jot më kole mësuesi. Baba jot shpim kom i dal kërrima ai rriçti ngata. E më çon minar dikon an mala të shtëpia plazh në një spital. Kërrima po dalin. E çish më përshkruajt një pejgamber të Allahut, i cili thirrës në dinin e Allahut, me thonë i kanë dalë kërrimat. Ani më keq edhe më keq disa që përshkruajnë thonë çato kërrimet i ka marrë Ejubi, ka thonë oj krijesa e Allahut kthehuni hani nga rreziku i Allahut. Kish i ka marrë ka kthej prapë atë në vend. Jo për një pejgamber, për një thjesht që janë shumë diçka e ult, shumë diçka e papranueshme. E një pejgamber më përshkruaj këtë të përmendin se na për disa libra shkruat, nëse ju bën se i me lexuar apo me ni, mos e besoni se kjo i largon njerëzit prej thirrjes atij. Kur kush se ngon mo, kush të ai kërrimët ishin të hongën që ta ngoja. Hiçatina. Dhe 18 vjet i smut Ejubi alayhis salam deri kur i ndëgjoi, nuk i ka lutur Allahut me largu smujën. Po ka duru për Allah. Edhe sot e kësaj dite të arabsh si shembull për durimin morët e Ejubi alayhis salam. E kishte sabrin sikur të Ejubit. A kur kush se kemi sabrin si tina, po si shembull e morën. 18 vjet ka bën durim. Allah xhaleshon ja mor këtë fëmijë. Pasurinë se ka qenë shumë i pasur. Këtë pasurinë ja zhdukë Allah subhanahu wa taala. Shëndetin ja mor kret 18 vjet në shtrat, vetëm gruaja ja la, gruaja vet donjëherë u mundoi me punu diçka për mi sill ushqim me Ejubit alayhis salam. Derisa një ditë Ejubi ndëgjoi prej drejtarës një dy persona të kalu aty dhe thanë, "Ke Ejubi, ke pejgamberi. Ke veç ka bën doni të keq se ato sprovu Zoti kështonë." Ç'e kemi edhe sot? Dikush pak mos rrugë me dënjë smuj, a ka bon këtë diçka? A ki motë e lip? Bile pak kanë të ja bon Zot, edhe na hina xhikojnë kësi punë. E çato dy persona thanë, ki Ejubi pejgamber ki veç ka bon diçka, kësë ato e provu Zoti kështu. Atëra ju lut Zot, o Zot, largon kërë, pas se njerëz do të hinë me bo kufër, me kundërshtu caktimin e Allahut, me kundërshtu pejgamberin e Allahut, me hina për kufër, me deviju, tha o Zot, largo ma këtë sprovë. Atëra Zoti e urdhëroi, tha shkon filan veni, mshoj tokës me kam, do dalë ujë pi aty ujë pe, edhe pastro me atë ujin, edhe do të kthehen shëndeti. E merr gruaja vetë e çon te ai vendi, edhe largohet gruaja vet. Ejubi alayhis salam mshon tokës me shkopin që ka pasur me kam dhe del buron ujë. E merr atë ujin, pi aty ujë, pastrohet. Mrekulli. Allah xhaleshanu jap Ejubit, ju kthejt rinia si akon para sëmundjes, edhe kur kthehet e takon shoqën e vet në rrugë, thotë ai gruaja thotë mos e pa vet plakun e Ejubin, e lasha gjë mos e pa diko, thotë unë jam Ejubi. Do thotë edhe gruaja vet nuk e ka njoft. Se i thotë kur akon i rit ka përngjati, thotë mos e pa diko Ejub, thotë unë jam Ejubi. Allah xhaleshon ja kthen shëndetin, ja kthen pas me disa transmetime thotë se fëmijët që ja ka marrë Allah ja ka ringjallë çdo fëmijë, disa thonë i ka dhënë qerë fëmijë. Pasurinë ja ka kthyer. Prapë ju ka kthyer pasuria shumë, edhe gruaja ju kthehet e re, çakon ki i ri, edhe ajo e re, ju kthehet jeta krejt normale. Amo mas 18 vite durim. Allah xhaleshon i ka sprovu pejgamberët e tij, se thot pejgamberi alayhis salam, njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët. Pastaj vijnë ato që janë në grada më të ulët se pejgamberët. Po sipas gradës, sipas besimit edhe sprovohesh. E pejgamberët kanë qenë njerëzit më të sprovuar. Amo nuk kanë qenë sprovuar me sprova të cilës sprova ja largojnë njerëzit nga rrethi i tyre. Po i ka sprovuar për shembull me sëmundje, me varfëri, i kanë kundërshtuar populli vet, e me lloj sprovimi. Pejgamberi alayhis salam i ka pas 7 fëmijë, të 6 i kanë vdekur gjatë jetës së tij. Pejgamberi alayhis salam i vdiq baba para se me lind, i vdiq nona kur i kishte 6 vjet, i vdiq kur i pa 8 vjet. Populli vet, familja vet më të afërm e kundërshtojnë, i thoshte ti i sëmur, ti duhet me të frija, kujt diçka mos të akuzu pejgamberin alayhis salam. Lloj sprova, saqë edhe populli vet e larguan prej Mekës, prej vendit më të dashur. Ku shkojnë në Taif, mi thënë njerëz në Islam, as nuk e lan me hap gojën, filluan me gurz me mshuat xhakosën pejgamberin alayhis salam. Krejt çdo sprova pejgamberi alayhis salam. Çka thënë? O Zot, populli jam sa të ditë. Nuk janë të ditë. Në Taif, me lajka, tha, o pejgamberi Allah, sa që vrashoj këtë dikodë, ti bëjnë rrah. Thotë ja. Ndoshta një prej tyre deri thotë nëse la ilaha illallah. I sprovu sa shumë, por durimtar.
Që synimi të ishte ta ngritë fjalën e Allahut la ilaha illallah. Ti fton njerëz në Islam. Pra ma thamë, pejgamberi Islam nuk ka qenë vetëm me prej. Ti shkopi aty shka preta. Erdhi Xhibrili me melekën e kodrës në Taif, se Taifi është mes dy kodrave. Erdhi Xhibrili tha o pejgamberi Allah ta ka dërguar këtë melekën e kodra vetëm japi urdhër i rrafshon këto dy kodra dhe mik këtë popullin. Allah i letish mi kona shejsh mi thon. Bile i vanu pak. Më herë të dashme ar. Ama jo pejgamberi alayhis salam, a që pe pashuj njerëz ai ka kon veç me praje me mbit, ai tha jo. Tha nesër ndoshta do një prej tyre del edhe thot la ilaha illallah. Do të thonë ja kon sprovu pejgamberit e Allahut, ama jo deri në gradën që njerëzit të largohen prej tij. Ejubi 18 vjet i smur, ama jo që përshkruajnë disa na për libra, Yusufi alayhis salam i sprovu në burge, në bunore, çka mos, e Musa alayhis salam, krejt pejgamberët kanë qenë të sprovu. Kjo nuk kupton se ne si ummeti Muhammed alayhis salam si musliman për me bë davet thirrën rrugën e Allahut, nuk kam na shukët amale, këtë rrafshe, këtë me tatlija, me amëlsina, me kujt diçka. Kena pas lloj sprova, lloj fjalë, më të afër, baraki për fëmijës tan, për djalit tan, për vllavët tan, kemi pas kundërshtime. Ama qëllimi jot le të jetë xheneti atje, ha? Edhe të ngritet fjala la ilaha illallah. Kur e ke çat synim, krejt të prokolla me të mosha me të mos asnjë i nin, asnjë shef. Ama nëse nalesh me si thon, pse kim thash kështu? Pse ki thash kështu? Pse ki na më bëni kështu? Pa disa ki mulo. Pra kishte besimin librat e Allah dhe pejgamberët e Allah subhanahu wa taala, lutim Allah subhanahu wa taala të na shton detyrinë të punojmë me këtë detyri, të bëhemi thirrës të sinqert në rrugën e Allahut, qëllimi jon të jetë ngritmi fjalën e Allahut, fjalën la ilaha illallah, qëllimi jon le të jetë xheneti Allah subhanahu wa taala, sepse xheneti nuk blehet me asgjë tjetër përveç se duke e praktikuar këtë din edhe duke kërkuar mëshirën e Allah subhanahu wa taala, dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.